18 vjet e fundit, po edhe më herët para se t'ishte shtet kur në kohën e UÇK-s kështu. Po. Si e përcollët këtë marsh të rëndësishëm simbolik me një rëndësi të madhe si kundër ju e përshkruat qoftë të gëzimit apo në një farë forme edhe të trishtimit? Mesazhet më të forta që janë përcjell, prezenca ndoshta edhe politike që në një farë forme sjell edhe mesazhin aty ku duhet të shkojë. Po duke u nisë nga historia jonë, sepse edhe unë personalisht kam qenë fëmijë i luftës, domethënë gjatë kohës kur UÇK-ja bënte luftën në Kosovë, unë i kam pasur vetëm 13 vjet, dhe si rezultati i një përvoje edhe personale të përjetimit të luftës, kur flitet për UÇK-n apo historinë tonë të re, gjithmonë jemi plot emocione dhe gjithmonë kemi çfarë të themi. Mirë po, sot, ditën e pavarësisë Kosovës, kur mbajt edhe një marsh i madh protestues, apo më mirë të themi është majt protesta më e madhe në historinë e pas luftës në Kosovë, sepse ishte një marsh madhështor, ku pati një mbështetje të madhe popullore, ideja e lirimit të çlirimtarëve tonë, por edhe ku për herë të parë pati një konsensus edhe politik sa i përket kauzave të drejta të vendit tonë. Mirë po, në të kaluarën kemi pas gjithmonë dilema ose ka pas grupe caktuara ku ka pas një lloj edhe rivaliteti politik sa i përket luftës paqes e kështu me radhë. Sot është pa një unitet shumë më i madh edhe në këtë drejtim, edhe për faktin se për herë të parë në mbështetje të një kauze për mbrojtjen e çlirimtarëve tonë apo themeltarëve të shtetit të Kosovës, siç është zoti Thaçi, i cili ka shpallë pavarësinë e Kosovës, e pati një mbështetje edhe nga ana e presidentes Kosovës, dhe që për mendimin tim ishte një hap shumë pozitiv nga ana e saj, sepse ka mungu kjo mbështetje institucionale për mbrojtjen e përfaqësuesve të UÇK-s, që si të jenë përfaqësues të popullit, se siç e dimë UÇK-ja ka qenë një mobilizim popullor, nuk ka qenë një organizim i ngrirfjellë ushtarak, por ka qenë një vullnet i popullit për çlirim. Dhe Thaçi edhe të tjerët janë gjinë në atë moment historik në organizimin e saj, mirë po UÇK-ja ka qenë një ushtri e popullit që ka dalë nga gjiri i popullit në vetëmbrojtje nga një presion i madh që është bërë nga ish Jugosllavia ndaj popullit shqiptar të Kosovës, për cilën kemi pasur intervenimin e NATO-s edhe mbështetjen e perëndimit në vitin